të zonja drejtësi, por i kthehemi sërish së bashku dhe në fakt do flasim pak më shumë për burgun, ne shumë shpesh përmendim burgun e Shutkës, burgun e Idrizovës, mirë por në fakt, si ka ardhur deri te burgimi si sankcion penal dhe te institucionet e burgut. Çfarë qëllimi ka burgu në Maqedoninë e Veriut dhe në fakt si qëndron situata sapo përmbushet ky qëllim në vendin tonë, për gjitha këto ne flasim me Vedi Ratkocerin, profesore universitare dhe penaliste. Ndjekim bisedën në vijim. Profesor, si ka ardhur deri te burgimi si sankcion penal, por edhe si institucion ku vuhet dënimi me burg? Historiku i paraqitjes së dënimit me burg realisht është goxha interesant, jo gjithmonë ka ekzistuar në shoqërinë njerëzore si tillë. Realisht krimin e themi se është paraqitur kur është paraqitur edhe njerëzimi, pra prej kur ekziston shoqëria njerëzore, ekzistojnë edhe veprat penale, veprat e rrezikshme dhe të dëmshme. Prandaj shoqëria gjatë gjithë periudhës e ekzistencës së saj ka reaguar ndaj këtyre veprimeve. Fillimisht është i njohur ashtu quajtur reagimi privat, pra në fillet e para të organizimit njerëzor në ato shoqëritë primitive, vetë individët apo grupi fizik ka reaguar ndaj individëve të cilët kanë kryer veprime të rrezikshme, pra vepra penale që i njohim sot. Më pas me krimin e këtu më të njohura kanë qenë dënimet si hakmarrja, gjakmarrja, sy për sy, dhëm për dhëm, dëbimi e kështu me radhë. Më tuti me paraqitjen e shteteve të para, pastaj kalojmë në formën e dytë të reagimit të shoqërisë ndaj kriminalitetit, që është reagimi publik, ku vetë shtetet tash marrin për bazë, do thotë, dhe marrin për barë që të ndëshkojnë kryerësit e veprave penale. Me zhvillimin e shoqërisë dhe kalimin në periudhat e ndryshme historike, zhvillohen, do thotë, edhe idetë ndryshme rreth ndëshkimit të kryerësve të veprave penale. Gjithnjë kam bisunduar mendimi se kryerësit e veprave penale duhet të ndëshkohen, sepse ndaj tyre duhet të hakmerremi për krimin që e kanë bërë, prandaj edhe në konotacion të kësaj dënimet kanë qenë shumë të ashpra, kam bisunduar një kohë shumë të gjatë dënimi me vdekje. Fatkeqësisht sot kemi legjislacione në botë të cilat e parashohin dënimin me vdekje, dhe në masë të madhe aty ku nuk është shqiptuar dënimi me vdekje kanë bizotruar dënimet trupore, siç janë gjymtimet e ndryshme, tortura e kështu me radhë, veprime të cilat kanë ndëshkuar fizikun ose i kanë shkaktuar lëndime fizike kryerësit të veprës penale. Megjithatë, me kalimin e periudhave primitive, themi historike, mes jetës, ku njihet edhe si ajo periudha e erët e zhvillimit të njerëzisë, ku realisht tortura ka qenë edhe legale dhe këto dënime trupore dhe dënimi me vdekje është shqiptuar, do të thotë, dhe ekzekutuar në masë të gjerë. Kemi pastaj periudhën, do të thotë, ku kemi një rilindje në drejtim të ideve, pra fillestare udhëhequr nga juristë dhe filozofë të njohur të kohës si Jeremy Bentham, Cezare Beccaria e kështu me radhë, të cilët flasin për atë se dënimi ose qëllimi i dënimit nuk duhet të jetë hakmarrja, siç ishte mendimi deri atëherë, pra kthimi të keqes me të keqe, por duhet të jetë, pra dënimi duhet të jetë proporcional, duhet të jetë i drejtë dhe duhet të ketë për qëllim përmirësimin e kryerësit të veprës penale. Andaj gradualisht fillo të mendohet, do të thotë, në reformimin e sistemit të dënimeve. Megjithatë, dënimi me vdekje dhe kohë të gjatë ngelet si dënim kryesor, potencova, kemi shtete që e kanë edhe sot, vazhdojnë të mbeten edhe dënime trupore, megjithatë paraqitet, do të thotë, edhe dënimi me burgim, i cili deri në atë kohë kishte shërbyer vetëm si masë e përkohshme për të siguruar fizikisht prezencën e kryerësit derisa ndaj tij zhvillohej gjykimi për të shqiptuar dënimin që atij do t'i jepej, do të thotë, qoftë dënimi me vdekje ose dënimi trupor. Dhe kështu gradualisht fillojnë të paraqiten edhe institucionet e para ose të ashtu quajtura burgje, formacionet të para, siç është në Auburn ose në Philadelphia e kështu me radhë, ku do të thotë gradualisht bëhet transformimi i dënimit dhe qëllimit të dënimit në këtë rast dhe fillon ekzekutimi real i dënimit me burgim si formë ndëshkimit për kryerësit e veprave penale. Cili është qëllimi i dënimit? A ka pasur evolim qëllimi i dënimit nga më parë apo nga historia e deri më tani, apo ka qenë gjithmonë i njëjti? Qëllimi i dënimit me burg realisht në aspektin ligjor ka evoluar. Unë e përmenda që në shoqërinë primitive qëllimi i dënimit ose reagimi i shoqërisë ka qenë për qëllim të hakmarrjes dhe gjakmarrjes në këtë drejtim, pra që të kthehet e keqja me të keqe dhe zakonisht dënimi në këtë rast, reagimi ka qenë po i njëjtë sikurse me veprën që është kryer. Pra nëse është kryer vrasje, është kthyer me vrasje.
Realisht këtë formë të reagimit ne e kemi edhe sot e kësaj dite në shoqëri të ndryshme, përfshirë edhe shoqërinë shqiptare fatkeqësisht. Më tutje do të thot eliminimi fizik ose dënimi me vdekje, pra qëllim ka qenë po ashtu hakmarrja që ai të përgjigjet, do të thot me jetën e tij për krimin dhe veprën penale që e ka kryer. Ose gjymtimet apo dënimet trupore të cilat i përmenda, gjithashtu janë ekzekutuar në mënyrë të njëjtë me formën e veprës penale të cilën e ka kryer kryersi. Për shembull, nëse ka kryer vepër penale të vjedhjes, i është gjymtuar ose i është prerë dora, dhe këtë praktik fatkeqësisht e kemi edhe në legjislacione bashkëkohore, ndoshta në disa vende të cilat parashohin dënime të tilla. Megjithatë, është parë që me hakmarrje dhe eliminimin fizik të personave, përfshirë këtu edhe ato idetë që thash lidhur me të drejtën natyrore të jetës, të drejtat e individëve, përfshirë këtu edhe kryerësit e veprave penale, dhe atë se dënimi duhet të jetë i drejtë, proporcional dhe duhet të ketë qëllim përmirësimin e kryerësit të veprës penale, sot në mënyrë drastike ka ndryshuar qëllimi i dënimit. Pra, përveç kthimit të keqës ose përveç ndëshkimit që është qëllimi i dënimit, pra ku ne e dënojmë me burg një person që të mos ketë më mundësi fizikisht të jetë prezent dhe të përsërisë veprën penale ose të vazhdoj të gëzoj, të themi, jetën e tij, por të qëndroj i mbyllur për krimin që e ka bërë. Qëllim kryesor dhe më i rëndësishëm sot në sistemet penitenciare bashkëkohore është rehabilitimi dhe risocializimi i kryerësve të veprave penale. Rehabilitimi dhe risocializimi nënkupton përmirësimi i kryerësve të veprave penale, pra pritet që personat gjatë kohës së qëndrimit në burg ndaj tyre të zhvillohen, do t'i them, aktivitete, po këto janë veprime të cilat janë parapare dhe me ligj, dhe përmes këtyre veprimeve të cilat ndërmerren ndaj kryerësve të veprave penale, kryesisht që janë të natyrës së punës me personel të profilizuar dhe profesional në raport me rehabilitimin dhe risocializimin, të kuptojnë veprën që e kanë kryer, pra të keqen që e kanë shkaktuar, të pendohen për të njëjtën dhe të kuptojnë se kohën kur do të përfundojnë dënimin me burg dhe do të dalin në liri, ata nuk duhet të përsërisin veprën penale, qoftë të njëjtë apo vepër tjetër penale, por të jetojnë konform dhe të jetojnë në pajtim me normat dhe rregullat morale, po dhe ligjore të cilat i ka shoqëria. Prandaj sot kryesisht personat kryerësit e veprave penale i ndëshkojmë me dënim me burg në mënyrë që ndaj tyre të veprohet me masa adekuate, që ata të kthehen si persona të shëndosh në shoqëri, sepse në këtë mënyrë do të arrijmë edhe preventiv generale, po edhe preventiv speciale. Preventiva generale na tangon të gjithëve, pra ai person do të jetë i sigurt dhe nuk kemi frikë se do të kryej prapë vepër penale, dhe tjetra do të thotë se personi do të përmirësohet dhe nuk do të kthehet më përsëri në burg. Profesore, ku e vuajnë dënimin me burg, në cilat institucione vendosen personat të cilët dënohen me burg në Maqedoninë e Veriut? Sipas ligjit për ekzekutimin e sanksioneve, ekzistojnë institucione ndëshkuese përmirësuese në vendin tonë, të përcaktuara në mënyrë taksative, në të cilat bëhet ekzekutimi i dënimit me burg. Kemi disa lloje. Mendoj kemi disa institucione ndëshkuese përmirësuese të kategorive të ndryshme, do thot kategorisë së mbyllur, gjysmë të hapur dhe të hapur, burg të sigurisë së lartë, ku më i njohuri besoj është edhe për të tjerët burgu i Drizovës, siç e njohim, po pastaj kemi burgje edhe pothuajse në shumë qytete të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilat varësisht nga lloji dhe lloji i institucionit vuhet dënimi me burg, do të thotë me kozgjatje të caktuar dhe për kryerjes të caktuar të veprave penale. Kemi burg në Tetov, kemi burg në Prilep, kemi në Shtip, Kumanov, Xhevxheli e kështu me radhë. A mund ta bëni një përmbledhje më tepër rreth gjithë spektrit të drejtave të cilat i kanë personat e dënuar në Maqedoninë e Veriut me dënim me burg gjithmonë? Jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, realisht të burgosurve, personave në momentin që vendosen në burgje, në institucione ndëshkuese përmirësuese, ata kanë të drejta të caktuara, të cilat ju garantohen edhe me rregullat standarde minimale të OKB-s, por edhe me konventat të tjera të cilat mbrojnë të drejtat e të burgosurve. E gjitha kjo në konotacion me qëllimin e dënimit, duke qenë se konsiderojmë se këta persona nuk po i dënojmë me dënim me burg për t'u hakmarrë
në mënyrë specifike ndaj tyre, por që të punojmë me ta dhe ata të dalin të përmirësuar dhe të risocializuar. Gjithashtu në konotacion me mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, të burgosurit gëzojnë disa të drejta, të cilat me vetë faktin që kanë statusin e të burgosurit, atyre ju takojnë. Të burgosurit kanë të drejtë që gjatë periudhës sa qëndrojnë në burg ndaj tyre, sjellja ndaj tyre të jetë e dinjitetshme, do të jetë humane, të mbrohet integriteti i tyre, themi, personal, kanë të drejtë që gjatë kohëzgjatjes sa janë në burg të kenë mundësi që të dalin në ajër të pastër, ato shëtitjet të cilat duhet i realizojnë në oborin e institucionit dëshkues përmirësues, kanë të drejtë që të pranojnë dhe të realizojnë telefonata me të afërmit e tyre, kanë të drejtë që të pranojnë pako, të pranojnë letra, do thotë edhe kanë të drejtën e ankesës, kanë të drejtën do thotë e shërbimeve mjekësore dhe të drejtat të tjera të cilat janë të përcaktuara me ligj. Ju përmendet më parë qëllimin e dënimit me burg, sa realisht realizohet qëllimi i dënimit me burg në institucionet tona ndëshkuese, korrektuese, por edhe burgjet? Realisht nga përvoja personale, si profesioniste e fushës dhe mundësia për të vizituar edhe personalisht disa nga institucionet ndëshkuese, korrektuese përfshirë këtu edhe burgun e Idrizovës, por edhe ajo nga çfarë raportohet nga të gjitha institucionet kompetente të cilat merren me këtë çështje, pra kemi raporte të cilat janë të publikuara nga Avokati i Popullit, kemi raporte të publikuara nga Komiteti i Helsinkut dhe raporte të tjera të cilat fatkeqësisht flasin për një gjendje të mjerueshme për burgjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, burgje në të cilat mungojnë do të thotë kushtet minimale për jetesë fillimisht dhe të mos flasim pastaj kushtet e tjera të cilat duhet plotësohen me qëllim të një risocializimi dhe rehabilitimi të plotë. Realisht ligji njeh të drejtat e të burgosurve, ligji njeh do thotë dhe vendon si qëllim kryesor risocializimin dhe rehabilitimin e të burgosurve. Megjithatë në praktik burgjet tona ose të burgosurit hasin me probleme të tipit që janë të mbipopulluara, do thotë nuk plotësohet ajo drejta kryesore që secili të ketë një shtrat personal për të flajtur, edhe të ketë hapësirë dhe ambient të caktuar që po ashtu do thotë është e përcaktuar me ligj, cilësia e ushqimit, niveli i lartë i korrupsionit do të thotë brenda burgjeve dhe fatkeqësisht do të thotë kjo sjell në konkludën se ajo çfarë parashej ligji dhe ajo çfarë realisht ndodh në burgjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut lë për të dëshiruar dhe mendoj se shumë pak mund të arrihet, të mos them as pak, procesi i risocializimit ose rehabilitimit të kryerësve të veprave penale. Në këtë drejtim mendoj se jemi goxha mbrapa dhe duhen reforma thelbësore për përmirësimin e kësaj gjendje. Faleminderit shumë vërsërisht. Faleminderit juve. Duke mbuluar temën e burgut për atë se ku vuhet dënimi me burg, si ka ardhur te burgimi, por edhe te ajo se sa po përmbushet qëllimi i dënimit me burg, ne kemi mbyllur edhe një temë tjetër nga sfera juridike dhe nga në fakt fenomene sociale, kështu që unë ju le takim në episodin e radhës, bashkë mirupafshim.